Administrata e Trump po rrit shumë një forcë të fuqishme në çështjet globale, anti-amerikanizmin. Kanadezët kanë filluar të tallen me himnin kombëtar amerikan, ndërsa panamezët po djegin flamujt e SBA. Tabloidët britanik po sulmojnë gati çdo ditë zëvendës presidentin J.D. Vance për shkak të fyrjeve të tij ndaj trupave britanike. Gjatë një parade karnavalesh në Düsseldorf të Gjermanisë, u shfaq imazhi karikaturesk i Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, duke shtrënguar duart midis tyre dhe shtypur me këmbë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Një nga parullat shkruante Pakti Hitler-Stalin 2.0. E përditshmja Washington Post ka botuar një udhëzuese se si amerikanët të shmangin sulmet fizike jashtë vendit. Vishuni në mënyrë neutrale, jo me simbolik patriotike, pra nuk ka pasur kurrë një kohë më të mirë për të qenë anti-amerikan. Trump mishëron gjithçka që kritikët e SBA-s kanë paralajmëruar gjithmonë, por e shumë fishuar disa herë. Arroganca e amerikanëve, ai dhe Vance bullizuan në zyrën ovale udhëheqësin e një kombi të viktimizuar nga agresioni i presidentit rus. Imperializmi amerikan, Trump u mburr para një kongresi që broëriste vazhdimisht se në një mënyrë apo në tjetrën do ta marrë Grenlandën nga Danimarka. Pa aftësia e amerikanëve, tarifat e Trump po destabilizojnë tregjet globale të aksioneve dhe dëmtojnë ekonominë e vendit të tij. Një sondazh i YouGov i publikuar më 4 mars tregon se ndjenjat pozitive ndaj SBA-s kanë rënë nga 6 deri në 28% kur Trump u zgjoll sërish president. Rënja më e vogël, nga 48 në 42% është në Itali, më e madhja nga 48 deri në 20% është në Danimark, ku është logjike që njerëzit janë të mërzitur nga qëllimi i tij për të aneksuar një pjesë të territorit të tyre. Aktualisht nuk ka asnjë vend në Evropë ku më shumë se gjysma e popullsisë të ketë një ndjenjë pozitive për SBA-n, dhe këto shifra ka të ngjarë të përkeqësohen ndjeshëm me fillimin e dëbimit masiv të emigrantëve dhe kur tarifat të rëndojnë gjithashtu e më shumë mbi ekonominë globale. Por a ka diçka më shumë që e nxit rritjen e anti-amerikanizmit sesa vet anti-trumpizmi? Unë mendoj që po, ka një armiqësi në rritje ndaj entuziazmit të Amerikës mbi peshën e saj politike dhe kulturore. Të jetosh sot në Amerikë është si të jetosh me një adoleshent me sjellje të keqe, që kërkojnë vëmendje të vazhdueshme dhe që mendojnë se i kanë zgjedhur misteret e universit. Eksporti i fundit i madh kulturor i Amerikës përpara se Trump të fitonte zgjedhjet ka zemëruar njerëzit në të djathtë dhe në qendër, me përdorimin si armë të tensioneve kulturore. Faqet e saj të mediave sociale, veçanërisht Facebook dhe X, dikur Twitter, po shihen gjithnjë më shumë si agent të ndarjes dhe shpërqendrimit, sesa si çdo e quanin dikur veten, krijues të një fshati global. Por edhe këto justifikime po bien, sepse SBA-ja po bëhet një burim i paqëndrueshmërisë globale, kryesisht për shkak të sjelljes së Trump, por edhe të lëkundjes mes ekstremeve, nga promovimi i demokracisë nga George W. Bush tek izolacionizmi i Trump. Politika e brendshme e Amerikës është sot kaotike, saqë e bën atë një partnere afatgjatë jo të besueshme, pavarësisht se kush drejton në shtëpinë e bardhë. Gjatë valës së fundit të anti-amerikanizmit në kohën e administratës Bush 2001-2009, pro-amerikanët të paktën kishin diçka për të cilën të luftonin. Idenë se SBA-ja po rrëzonte një diktator të egër dhe po përhapte demokracinë në lindjen e mesme. Por sot për çfarë mund të luftojnë? Askush jashtë SBA-s nuk i pranon tarifat e saj tregtare dhe askush jashtë boshtit të vendeve autokrate nuk e mbështetën politikën e jashtme të Trumpit. Edhe njerëzit që sillen formalisht mirë me Trump, si kryeministri i Britanisë Keir Starmer, e bëjnë këtë duke shtrënguar dhëmbët. Nëse Trump vazhdon me aktet e tij konfliktuale si 7 javët e para të mandatit të dytë, anti-amerikanizmi ka të ngjarë të jetë shumë transformues në politikën e brendshme evropiane dhe ndërkombëtare. Madje sjellja e presidentit amerikan po e dobëson mbështetjen që e gëzonte deri vonë nga politikanët populistë në vende të ndryshme evropiane. Nigel Farage, lideri i Partisë Reformuese të Britanisë dhe një njeri që e cilësonte veten si miku i mirë i Trumpit në Mbretërinë e Bashkuar, është tërhequr tashmë nga deklarata e tij se Zelensky ishte i pasjellshëm me Trump, duke i cilësuar si shumë të gabuara deklaratat e Vance për trupat britanike. Si Partia Laboriste, ashtu edhe Partia Konservatore mendojnë se aftësia e Farage me Trump mund të jenë një problem elektoral për partinë e tij. Partia Konservatore kanadeze, e cila prej 2 vitesh ka pasur një epërsi të madhe në sondazhe ndaj liberalëve të kryeministrit Justin Trudeau, ka parë që ky avantazh të bjerë nga janari. Fuqitë perëndimore po krijojnë aleanca që përjashtojnë ose të paktën nuk përfshin SBA-n. Bashkimi Evropian dhe sidomos Gjermania ka filluar të marrë në duart mbrojtjen e saj. Pas dekadash sjellje pasive, BE-ja ka arritur marrëveshje tregtare me Amerikën Latine dhe Malajzinë dhe ka nënshkruar marrëveshje të ndryshme bashkëpunimi me Kanadan dhe Kinën. Një numër aleatësh e konsiderojnë sot SBA-n, sipas fjalëve të politologut Michael Beckley, si një superfuqi mashtruese, si një gjigant merkantilist që është i vendosur të përvetsojë çdo gram pasuri dhe fuqi nga pjesa tjetër e botës, ndërsa Amerika po dobëson aleancat e epokës së pas luftës së dytë botërore. Boshti i vendeve autokrate po bën të
kundërtën. Rusia dhe Kina kanë premtuar miqësi të qëndrueshme midis tyre. Ato që dikur quheshin fuqi të paangazhuara janë në radhë për të bashkuar në grupin e BRICS, të vendeve të tregjeve në zhvillim. SBA-ja nuk mund të supozojë më se fuqitë e tjera liberale do të rreshtohen automatikisht në anën e saj për shkak të interesave dhe kulturës së përbashkët, dhe as që mund të supozohet se në përplasjen e madhe, fuqitë e paangazhuara do të zgjedhin Amerikën mbi Kinën. Tani gjindi anti-amerikanizmit, jo vetëm që ka dalë nga shishja, por që po bën dëm të madh interesash afatgjata të vendit, edhe nëse Trump do dëshmohet si lajthitje e përkohshme, siç duket gjithnjë më e mundshme, ndërsa po përhapet si brenda dhe jashtë vendit, neveria ndaj politikave të tij, SBA-s do t'i duhen shumë vite për të rifituar besimin e botës së lirë.